Përlindja e Shqipënisë pa dritën e botimit në verën e parë pas pavarësisë. Kjo gazetë që nisi të publikojë falnismës së qeverisë së Vlorës, trumbetoi për mbrojtjen e interesave të vendit ndaj faktorëve kundërshtar të brendshëm e të jashtëm. Më 24 gusht 1913 doli në qarkullim organi i shtypit të qeverisë së Vlorës, Përlindja e Shqipënisë. Drejtuesit e kësaj gazete ishin dy prej figurave më të angazhuara të kohës, sikurse nënshkruesi i Deklaratës së Pavarësisë Dimitër Berati dhe publicisti adhetar Mihail Grameno. Krahas njoftimeve në faqet e kësaj gazete gjetën pasqyrim telegrame, ilustrime, poezi kushtuar flamurit, të cilat evokonin unitetin e kombit, sidomos dëshmëri për të përparuar. Po ashtu kjo gazetë që vijoi të botohej 2 herë në javë deri në vitin 1914, u kushtoi një hapësirë të konsiderueshme publikimit të ligjeve në fusha të ndryshme të jetës publike, siç ishin ligji për administratën civile dhe kanuni i zhurisë. Përlindja e Shqipënisë është pararencia e gazetës që më pas u quajt Fletorja Zyrtare.